Egli Tako gati për të marrë drejtimin e Big Brother VIP Fan Club. E ftuar në emisionin Pardon My French, ish finaliste e edicionit të 4 të Big Brother VIP, Egli Tako, ka ndarë me publikun detaje interesante rreth karrierës muzikore, përvojës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe jetës së saj personale. E pyetur për planet e saj pas përfundimit të projektit Yes Day, Egli u shpreh: "Patjetër që kam në plan diçka tjetër. Nuk jam tipi që parashikon të ardhmen, por përpiqem të bëj mirë atë që kam në dorë tani. Gjithmonë kam një parapërgatitje, një plan B, dhe po mendoj për diçka të re, megjithatë, nuk mund të zbuloj ende se për çfarë bëhet fjalë." Gjatë intervistës, moderatorja Lei e pyeti drejt për drejt nëse do të dëshironte të prezantonte Big Brother VIP Fan Club, dhe Egli u përgjigj sinqerisht: "Të them të drejtën, po, do të isha shumë e lumtur nëse do të më besohej një mundësi e tillë. Por nuk jam njeriu që i afrohem dikujt për t'i thënë më merr parasysh. Mendoj se në këtë moment, kush ka kompetencën për të zgjedhur e di mirë aftësitë dhe vlerat e mia në moderim. Nëse e meritoj, pse jo, është kaq e thjeshtë."